أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hamdi dhe falënderimet takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, sot do të flasim Muhamedi alayhi salatu wasalam me një kategori të njerëzve që dojnë me dhon fetva edhe dojnë me marr fetva. Me këtë kategori të njerëzve pejgamberi alayhi salatu wasalam është marrë shumë. Shkaku që ditë për ditë ka po të pyetje, ai i cili jep përgjigje fetare, do të thonë realisht ta ka dhënë një gjykim fetar që Allahu Azza wa Jall, do të thonë pe miraton çat vepër. Është punë shumë e rëndë me dhënë fetva. E do të mirë me në këtë ligjërat jo gjatë, do të thonë kena mesatarisht ligjëratën që të bëjnë atë japna një trajtim pak më interesant në aspektin se çysh pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka dhënë përgjigje kujna, do të thonë një kategorisë caktuar të njerëzve. E para është me dhënë fetva, me dhënë gjykim fetar nuk është punë e lehtë. Do të thonë mos mendojnë ndonjëri që tani janë bëu interesant njerëzit. 1-2 halal haram. Mund një herë del ta prem. Ose për shembull merr rrjete sociale, në TikTok merr fetvaja. Do të thonë ti atëherë hoxhe pasi TikTokin, se pasi hoxha një që tamam është hoxh. Nuk mundesh me marr diçka ti fetva pi dikujt që çdo njëri ka çështje me dhënë aty. I tu marr gjykim fetar çka halal, çka haram. Do të thonë çka çtin xhenet, çka çtin xhenem. Që kjo ta u xhenetin, që kjo ta jap xhenetin. Do të thonë, në kësi trajtimi ti të marr, nuk ka fetvaja ti 1-2 ja prej njerëzve, do të thonë, haram, halal, automatikisht. Nuk ka punë e lehtë me thonë halal, haram. Dietart, a disa janë kur kanë thonë halal, haram. Ne halal, haram e di çka kena kështu. Bismillah, a'udhu billah. E dashur vëllezër besimtar Ibn Qayyim al-Jauziu, në këtë trajtën që po them se nuk është lehtë, e ka një thënie shumë interesante. Thotë nëse llogaritët me nënshkrujt një letër të një mbretit, para mendone, nëse llogaritet me nënshkrujt një letër të një mbretit, privilegj i madh, edhe përgjegjësi e madhe, ai shqipje kjo e përthym as shqip. Kur nënshkruan ministri në ai dokument, a është përgjegjësi apo? Po çysh ti të marr përgjegjësinë me nënshkrujtën, në emër të Allahut se kjo është halal haram. A diçka i bie fetfaxhi më kon. Fetfaxhi, me dhon ti fetfa i bie që ti në emër të Allahut tu fol tok. Ti a prej, që i ti thonë dikujna, Allah i që këtë lejon, Allah i që këtë se lejon. Nuk ka letë të ne, valla fetfajin i japna ne, mas shumë di fetfaj shqitën bitë pazar. Japin fetfaja kështu, rafal, 1, 2, 3, 4, 5. Djetarët janë mendu për një mesele, për shembull, kina me të regu një meselet një djetarit, e ka të hollu. Për shembull, Jusuf el-Kardavi, kër ka dhanë fetfaja, një djetar bashkohor, ti ka shkuj dikun 3-400 faqe ti për një fetfa. Me të vetë ti e, gjdo njërë me vetë, ma kalëzot ti, pse alkoholi haram, ti një argument zdi me dhonë. Në hiç pa argumente, në veç me të një me jam në fetfa, por që të arsye është mesele shumë e rallë me dhonë fetfa. E për këtë arsye, Ibn Qayyim i tha që nëse llogaritet me qenë një nënshkrimin i mbretit, do të thonë me nënshkruajt ti, përgjegjësi e madhe, shka është atëre përgjegjësia për kanë, për atë i cili jep, do të thonë verdiktin se Allah i ka thënë kështu se ka thënë të kundërtën asaj që do thonë halal ose haram. E i pari që e kishte pozitën me dhënë fetva kush ishte? Muhamedi alayhi salatu wasalam. Shkaku që ati erdhi shpallja. Thonë ai është i pari që ka mujt me dhënë fetva për ummetin e vet dhe për njerëzit e vet. E ka shumë raste ku ju kanë drejtuar pejgamberit alayhi salatu wasalam për mi kërku fetva, për shembull, e pyesnin se çka do të më dhon. Për shembull në Ramazan, kur pyetet se çka li më dhon, vetën ai hoçet me ta kallxuti trajtën se ç'më dhon, ose për shembull, pyetje tjetër akon e kanë vetë për mujt e shenjtë. Ne zojna mujt shenjtë Ramazanin, sa Ramazani mujt shenjtë. Ramazani ja mujt beku, mujt e shenjtë janë tjerë. Do të thonë, e pyesni për lojrat e fatit, do të thonë për kazinot, për këto pjesë që kanë qenë atko, që mirë trajta njëjtë edhe për këto, masi e kanë vetë për jetimat, e kanë vetë gratë për kanë, për menstruacionet, të përmojshmet, për shembull ne vetë të vjen marrë me trajtu do puna, po. Kjo është mesele që janë trajtu vazhdimisht të mesele. Po zguxon se sot dalin masena duket ta ka tollovit o xhallart, ta kanë tollovit o xhallart meselen, ta ka tollovit interneti që ti lexon non stop në internet. Thonë se tollovitin o xhallart meselen. Mesela është shumë e thjeshtë e qartë, ose që kuptohet drejt. Për shembull, me të kallxu, unë po foli në ato dyshimet ku ka është halal a haram, për shembull, a ka donjani që ka diçka dyshim çtu se kamata ose zinaja ose kjo janë haram. A ka dikush dyshim? Këtë e di. Ama ne po folna për sene që ka polemika për me ta zgjidhni problemin, mos jepni fetva në këtë aspekt. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasallam i përgjigjej kujdo që e pyeste me çfarë do që ishte më e përshtatshme. Për shembull, transmeton Ibn Mesudi, thotë pyeta pejgamberin alayhi salatu wasallam, cila është vepra më e mirë. Muhamedi alayhi salatu wasallam tha, namazin kohën e vet.
Mas anejna vetot, po mas kësa ja Resulallah, thot kush birrul walidain, thot bamirësia ndaj prindërve, e pas taj thot përpjekja në rrugt të Allahit. Do me thonë, a di shka i bje kjo mesele? Thot nuk mund është ti me thonë që kjo e ma e mira. Jo në s'muna me thonë që kjo e ma e mira. Ma e mira është që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Do me thonë ne i marna cila vepra ma e mirë, namazin kone vetë. Pse namazin kone vetë? Se shumë njerëzve ju hi kohë e namazit. E masane e dyta, pse bamirësia ndaj prindve? Se shumë njerëz i thojnë, lip mi bo prindve mirë, ama shpesher dështon. Ndodhë që e njëm babën tanë në nënën tanë e pi kërkinsa që ta bojnë. E kuptom se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka rëndit, do të thonë veprat sipas vlerës vet. E pastaj transmeton Ebu Ejubi se një njeri e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam ku i tha: "Ja Rasulullah, ma tregoni vepër që kam shtin në xhennet." Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: "Adhuroja Allahun, edhe mos i bëj shirk atij, fal namazin, jep zakatin dhe baj lidhjet farefisnore." Kur ta kena me vetë, kena me treguar edhe një hadith tjetër që këtë rast. Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e këshilloi këtë dikan i jep ke përgjigje të ndryshme? A nuk i jepet një përgjigje për shembull, çështu a? Pa di pse nuk i jepet një përgjigje çështu? Se ai i cili jep fetva, ai i cili jep përgjigje verdikte fetare, ai e di se ti çka do të më shumti. Pejgamberi alayhi salatu e di se çikish ka po pyet, ka problem me njësu Allahun mirë. Do të thonë, nuk e ka të qartë çish, do të thonë çish më largu pi shirkut. Kishte problem me namazin, nuk e jep zakatin, edhe i shkput ke lidhët farefisnore, ja dha këto që mi përmisu me fitu xhennetin. Do të thonë ai i cili jep fetva lip me ditë gjendjen emocionale, do të thonë lip me ditë gjendjen se çish mendon ai njeri vazhdimisht, edhe ç'e ka jetën e vet. S'mundesh me dhon fetva për ç'më kjo. Me një kallëf mishti këtë lloj të njerëzve, po s'u shti. S'mundesh me shti. Do për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe shokët e vet ishin shumë të kujdesshëm se çish i pshin, do të thonë fetva. E dashur vëllezër besimtar, transmetohet se Ebu Shurejh i kërkoi Muhamedit alayhi salatu wasallam: "Ja Rasulullah, ma trego për një vepër që ma jep xhennetin." Kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë tjetër të pyet, do të thonë përgjigje tjetër. I thot: "A do të fitu xhennetin?" Thot: "Po ja Rasulullah." Thot: "Fol mirë, përhap selamin edhe jep ushqim." Se ky njeri i cili e pyeti nuk ishte pi atyve që folke mirë, ishte i vrasht në fjalor. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha: "Fol mirë, ta përmirësoj fjalorin tan." E dyta cila është? Thot: "Përhape selamin." Do thonë efshu selam. Te ne ka përcen për udhës të selam. Do thonë ka përcen për udhës të selam boqës poshtë, më ki pa. Do thonë më ki pa për hape selamin. Edhe për mu vlenë edhe për zonjoni prej neve. Për hape selamin se punë e madha selami, edhe e treta shka është ushqej. Do thonë ushqej njerëzit, ushqej të varfërit. Pse se ti je koprac, do i kemi asgjith këto probleme që i kishte një jetën e vet. E këtu e kena, do thonë atë shkollën që e potencu më lart, pse ndryshon përgjigja me një pyetje të njëjtë. Për shembull ndryshon përgjigja në disa forma, dietar thonë se Muhamedi alayhi salatu wasalam u ka ditë pikat e dobta. Për shembull shumë interesant dikujt më ia ditë pikën e dobta e ti më ia dhoni ilaçin. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam u dikë shumë mirë edhe me kësaj lloj pikave dobta që i kishte, ja u zgjidh këto problemet. Muhamedi alayhi salatu wasalam këshillonte me përgjigje të ndryshme. Do të kena mundal pak të çkjo që ka pas përgjigje të ndryshme. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu se njëri i pyeti pejgamberin alayhi salatu wasallam ku i tha: "Ja Rasulullah, këshillo." Rasulullah alayhi salatu wasallam i tha: "La tahzan." Mos u zemro, mos u nervozo. Ai tha: "Apet këshillo." Me një këshill tjetër thotë: "Apet la tahzan, mos u mërzit, mos u zemro, mos u idhno me njerëzit." Për strejtë herë apet njëjtën këshill. Edhe shkon ky njeri. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ja dha 3 herë të njëjtën. Se ishte njëri që një laf më ja thon dikush e nxjerr ke pipatikave. Do të thonë ja jep që ty ato të bëhet dam zemrimi jot, nervoza jote. Ato të bëhet dam që ato ti djeg, do të thonë veprat e tua. Për këtë arsye ti zguxon mu zemru. E dashur vëllezër besimtar, do të thonë transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu për një transmetim tjetër të hadithit pejgamberit alayhi sallam se njëri do i kemë shku diku në udhë, do i kemë marrë udhtim, edhe i tha pejgamberit alayhi sallam: "Më këshillo." Muhamedi alayhi sallam i tha: "Të këshilloj ta kesh frikë Allahun azza wa jall dhe të bësh tekbire në çdo vend të lartë." Ti është tekbira kur të mish do të thonë diku në kodër thu Allahu akbar, për madhështisë së madhe. Masi u largu ky njeri, pejgamberi alayhi sallam boni dua. Tha: "O Allah, bjerja tokën afër." Ky çfarë duaje? Sille tokën më afër këtij njerit edhe lehtësoja udhtimin. Pejgamberi alayhi sallam këshira ati tha: "Mos u zemro sa ju zemrojke." Këtina i tha: "Ki frikë Allahun se shumë njerëz kur dalin pi vendit vet bëhen shejtana." Do të thonë shumë njerëz kur dalin pi vendit vet, nuk i njeh kërkush, i hin do harameve, hajt sa tu pa kërkush. Ki frikë Allahun azza wa jall. Do të thonë çfarë maestro ne thojna, ky çfarë profesionalisti në aspektin e fetvave i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Ta jep përgjigjen që
ti mos më thon, valla, nuk kam patë ti, s'ma dhan përgjigje e mirë, s'u fleti zemra. Ja ka ditë pikën e do zonjoni që ka pyet. Për këtë arsye Resulullah alayhis salam çdo përgjigje të atij nxjerrët shkollë. Për shembull, për 2 transmetime që i transmetuan të fundit, la tahzan, edhe çka tjetra, ligjerata, serie ligjeratave mbahet. Psikologat është një psikolog Dale Carnegie e fol për çka la tahzan, mos u zemro që ka ditë pejgamberit alayhis salam 2 libra i ka shkruajtur. Do thonë, me një fjalit pejgamberit alayhis salam janë trajtu, janë detajzu kush, edhe ato që se kanë besu Allahun azza wa jalla dhe pejgamberin alayhis salam, se ka dhënë fjali psikologjike që ta ka shnoshti zemrën tonë dhe trupin tonë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam heshte, nuk folke, do thonë ndaj disa pyetjeve nga frika se kishte mu bë përgjigje e vështirë. Para se me transmetu që këtë hadith që e transmeton apet Ebu Hurajra, unë kam një mësim tjetër. Nuk ka pa tjetër mi dhonë gjdo pyetjes përgjigje o gjitholog. Nuk është pa tjetër mi dhonë se dë njerë ja randon t'i vetës kur je përgjigje. Ti je përgjigje, për shembull, janë disa pyetje që nuk do të me dhonë përgjigje se bojë si kur Benu Israil që kanë vetë shpesh edhe e kanë dëmtu vetën e vetë. Ndalu pak mos ban shumë detaje. Për shembull, e ke kuptu si mesele, si trajt, mos thuj valla pse qysh tek, po pse Allah në namazin e akşamit 3 rekate, pse 2 sabaj, pse 4 yatsia farzit. Mos vetë me qashtu është falu ti. Nuk jeti i urdhnum mi detajzu pse 3 rekate akşami. Pse nuk shkurtohet namazi akşamit 3 rekate. Fali 3 rekate dhe mos vetë shumë. Allah azza wa jalla e di arsyeën se pse. Për shembull transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se mbajti pejgamberi alayhis salam një ligjërat. Edhe një prej pikave ju tha, o ju njerëz, Allah azza wa jalla e ka obligu haxhin biju, prandaj kryeni haxhin. Edhe njëri di do detajzojnë senet. Edhe kjo telefon, ai thot, po çfarë telefoni? 16 Pro Max. Po çfarë 16 Pro Max? Cili vit e ke vlej, cili muaj e ke vlej, sa gigabajt ka? Në telefon, ai kupton. Edhe ti ke telefon, unë kam telefon. Edhe ky ja nis me detajzu thot, ja Rasulullah, a çdo vjet li me, para mendo, a çdo vjet li me kry haxhin? Pejgamberi alayhis salam hesht. Ky e di insistus. Ja Rasulullah, çdo vjet li me kry haxhin. A pet pejgamberi alayhis salam hesht. 3 herë kur fol thot pejgamberi alayhis salam, me thon unë po, këtë umetit i bot obligim çdo vjet haxhi, edhe ju s'muni me bo. Do të thonë, mos ja vështirëso vetës situatën me pyetje të shumta. Pse, çysh, te, ku, si? Nuk i inspektor ti. Dalo pak. E ke kuptuar meselen? Elhamdulillah. Ne s'po folna me detajzu pyetjen kur ki, do të thonë, kur ki mos informim edhe mos qartësi, nuk e ki qartë meselen. O mos ban pyetje kur e ki qartë veç me vetë, di? S'ki punë tjetër veç po bëhe me bë pyetësor. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam jepte përgjigje të mençura edhe kërshit disa pyetjeve jo adekuate. Mos tan pyetje pa lidhje, po disa pyetje që nuk i ka ai edhe njerit më bëu. Për shembull, shpesh herë një pyetje ja ka bëu pejgamberit alayhis salam. Që transmeton Enes radiallahu anhu se beduinët e kishin merak me bëu një pyetje. Kura dita kiametit? Po çka ki punu ti për ditë kiametit? Pse i do vetë non stop kura dita kiametit? 2 lloj kiameteve ka njëri. Kiameti i parë është i madhi, i dyti çdo njëri e ngjani kiamet. Kiameti për mua dhe për ty ja vdekja. Kur të vdenë vdekja o kry meselja për ti ka ardhur kiameti për ty. Veç pritem kur shkatërrohet qiellt edhe toka, edhe mu bë dita gjykimit. Edhe vjen një beduin e pyet pejgamberin alayhis salam dhe i thot: "Ja Rasulullah, kur do të vije?" Këshire përgjigje e mëshme e Resulullahit alayhis salam. Edhe mësim se ne, do të thonë, kjo është mangësi dhe njerë të ogjallort, se ne dina me dhonë pyetje të bajatshme. Dhe ne dina me bo hajgare me disa pyetje. Pejgamberi alayhis salam edhe karshi pyetjeve që ishin jo do thonë adekuate, i ke përgjigje që mësim sot ne nxjerrna mësim të hadithit pejgamberit alayhis salam. Erdh beduini dhe i tha: "Ja Rasulullah, kur do të bëhet kiameti?" Pejgamberi alayhis salam i tha: "Çka ki përgatit ti për kiametin?" Ai njeri i tha thot: "Vallahu s'ka përgatit as shumë namaz, as s'ka dhënë shumë sadaka, as shumë s'ka magjëru." Thot po thot unë e dua Allahun azza wa jall edhe e dua pejgamberin alayhis salam. Thot ki mu ringjall me çato shka i do. E shokët e vetë e vesin thonë: "Ja Rasulullah, a vlen edhe kjo për neve?" Thot po edhe për ju e vlen. Këtu e kena një mësim dashur besimtar. Do të thonë, kur ti të vjen një pyetje, për shembull ti si bab, se ti je fetfaxhi i fëmijës tan. Fëmia jo ty të vjen, babi, a ban që kjo, a është halal ose halal? Thon ti je fetfa për fëmijën tan. Nëse më fola ti më don, umetit më don fetfa. Ama ti të shpia jote, kryestane, fëmijës tan, kimi dhon ti përgjigje adekuate për me mujt fëmija jot, me ditë se atë që kjo halal është haram. Edhe në moment dashur besimtar,
Mbasi, do të thonë, ta pyet dikush ndaj pyetje, jep ja ndaj mësim tipi pyetje, se nëse e ban doni pyetje jo adekuate, pa lidhje pyetje. Jep ja ndaj mësim, për shembull, ai pyet, do të thonë pyetje banale ti, ktheja me një mësim të mirë, banoj më shumë pak. Lë edhe pak tronin, e di? Troni më i papërdorta troni jon, hiç se lodh në tronin. Lë edhe pak tronin për ndaj pyetje që mundesh më ia dhon që spaku më nxjerr një mësim adekuat. Muhamedi alayhi salatu wasalam, do të thonë, shtonte. Këto është interesant se dikush e ki pa epri përgjigje, tash japni një mësim tjetër. E jep dikush një përgjigje dhe ti e ki i hutum, nuk e di sakt. Pejgamberi alayhis salam kur e shifke ftyrën e xhamatit se, për shembull, sahabëve shokëve ti se e shifke që s'janë të marrë vesh meselën, shtoj ke hala për me qartësu. Për shembull, transmeton Ibn Mesudi se Muhamedi alayhis salam ka thonë, që këtë hadith zhënjoni e kani. Thot, kush e ka sa një grimc të menemallësijës, s'ka me shiu asnjëherë xhenetin, kur s'ka me në xhenet. Ma ka do njëri se ka një që këtë adith. Gjdo njëri e ka një. Edhe në moment, njëri, do të thonë, i tha pejgamberit alayhis salam, po dikush ka qef mu vesh bukur, sa i menoj se mu vesh heshëm është me në madhësi. Pejgamberi alayhis salam, këtë që kthen. Do të thonë, kjo është forma e komunikimit pejgamberit alayhis salam, forma më e perfeksionume. Thot, Allahu është i bukur edhe e don të bukurën. Me ndjemadhësi nuk është ti mu vesh bukur, me ndjemadhësi është ti mos me pranu të vërtetën edhe mi përçmu, mi përqesh njerëzit. Shka i bjetë që kjo me ndjemadhësi? Këshyre djetarët Ibn Batali thot, realisht Ibn Batali kur i renit dobit e hadithëve, pasi që temë është që mu jam i bot 3-4 ligjerata, asot e kena ligjeratën e fundit për Ramazan. Thonë me kete për mbyllna, edhe na ciklin e ligjeratave të libri që e kena komentu deri tash se si sillej pejgamberi alayhis salam me këtë kategoritë e njerëzve. E në këtë rast dashur besimtar, pejgamberi alayhis salam kështu ka thot, mos pranimi i vërtetës, kur dikush ta thot ty një të vërtetë, e ti se pranon, ti pse se pranon? Kush jam, a dikush jam unë, ti mu me ma thonë të vërtetëna. Në moment që ti se pranon të vërtetën, që kjo të regon me në malsinë e nivellit më të lartë. Do të thonë, ne doseni i zojna me në malë, dikush e ka stilin hes pak më nalt, e di? Do të thonë qafën drejt që ki me në malë dhe mi kryen të nalt, po nuk ka që kjo ndajher me në malsi. Nuk ka kjo me në malsi në herë. Me në malsia kur ti parqesh njerëzit, si pas hadithit pejgamberit alayhis salam, edhe dyta ti se pranon të vërtetën. Dikush në është ta kryen këtë të poshtë e më, a mi a thonë të vërtetën, a i s'ta pranon asnjëherë. Do të thonë, për këtë arsye e qartësoj ke pejgamberi alayhis salam një hutise, si rregull, nëse dikush e ka një grimc, do të thonë tatomit, në kryen e vet, në trupin e vet, mendjen e vet, në zemrën e vet, të merë madhësisë nuk hin xhenet, këtë kuptohet hadithi. E pejgamberi alayhis salam e qartësoj për mos miu bë bar njerëzve që me komentuar trojta të ndryshme. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam jepte urdhërt me një hershme, do të thonë përgjigjen ndaj një pyetje. Transmeton Ibn Abasi se e kishte dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thonë: gruaja nuk duhet me udhtu, nuk guxon gruaja me udhtu pa praninë, pa shoqërinë e një mahremi. Çka mahrem? Mahrem është ose burri vet, ose një familjar me të cilin e ka haram mu martu. Nuk guxon gruaja me marrë me shotit këtë dunjajën vet. Zguxon vetëm raste specifike që ka përjashtime që do të thonë mundet nuk kish shansa për më udhtu edhe ti edhe do të thonë edhe gruaja në këtë rast ka drejt do të thonë gruaja, apo në gjendje normale. Ti vesh për çef se s'po shkohet ti deri me një udhë, ka gruaja punë me krymë lën vetë është ndaluar rrepsisht. E pastaj njëri e pyet pejgamberin alayhis salam thotë: gruaja ime ka shku me kry haxhin. Se këtu ka polemika tash, nëse bën një grup i femrave, a lejohet me kry haxhin bashkë, as lejohet, do të thonë, ka diskutim, pe japna si rregull të përgjithshme pa këtë kuptime, do të thonë, këtu ka detajzimin, e pe japna vetë simsim. Njëri e pyeti dhe i thot pejgamberit alayhis salam, gruaja ime thot, shkoj për ta kry haxhin, ndërsa unë u caktova me shku filan betejë. Muhamedi alayhis salam thot, shko dhe kryej haxhin me gruajen tënde. Do të thonë, i dha përparësi, ja ktheti detyrën që u ka caktu, edhe i tha që tu tili me shku, masarena e kryen detyrën tënde. Do të thonë, kjo është ajo mjeshtria e do të thonë që ti mundesh me allon njerëzve për me ja u zgjidh problemet që i kanë jetën e vet në aspektin fetar. E Muhamedi alayhis salam i përgjigjej ndonjë pyetje me veprimin e tij. Për shembull, ndonjëherë, jo çdo herë pejgamberi alayhis salam me fjalë a përgjigj. Transmetohet se një njeri shkoi te Muhamedi alayhis salam për ta pyetur mbi kohën e namazit sabahut. Edhe Muhamedi alayhis salam heshti. Ama heshti edhe ky njeri, nuk e veti 2-3 herë. Nesërmën, pejgamberi alayhis salam kur erdhi dagimi sabahi, do të thonë e fali sabahin sa hyni, e bardha sa hyni e fali sabahin. Do tash që e falna ne me imsakin.
Pa kur të vjen ajo shiriti o legat, jo sabaj e rrejshëm, po që vjen drejt, ti ki drejt me falë sabajn, edhe të nesërmën, do të thonë, nesërmën, mu njerët mas nesërmën, pejgamberi alayhi salatu wasalam, e fali sabajn, kur u zverdh qitë, do të thonë, kjo pjesa e qilit, e keni pa, do të thonë, kur saritohet dy qysh, në moment, mas ju saritohet dhe u falë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, pyeti tha, ku është njeri që kanë veti para gimin e sabahut? Automatikisht ai tha, ana ja Rasulullah, thotë unë pyetja ja Rasulullah. Thotë që kjo koha e parë që e falë unë dje. Edhe sot, thotë është që kjo koha që lip më falë sabaj mes qëtive dy kohëve. Do të thonë, ja jip ke përgjigjen me shka, me veprimin e vet. Se dënjerë ti mundesh me jasharuar dhe dikani me marr për dorë. Hajde ba xhik këtu ec. Hajde pa që ke çështu, hajde pa që ke çështu. Çështu bëhet kjo mesele, se me fjalë do njerëzi nuk e kuptojnë. Do të thonë, pejgamberi alayhi salatu wasallam dik edhe me veprat e veta me dhon përgjigje adekuate. E Muhamedi alayhi salatu wasallam përgjigjej me argumente logjike për ta bind pyetjen. Ne dina do njerëz më thonë, çështu ka thënë Allahu pejgamberi alayhi salatu wasallam, po do njerëz lip me kërku edhe argumente që e bindin njerin. Transmeton Anas ibn Malik se një njeri e pyeti Muhamedit alayhi salatu wasallam ku i tha: "O i dërguari i Allahut, si mundet murin gjallë pa besimtari? Çish ecni ju sot? A ecni me fytyrën tokë a me kom tokë? Çdo njëri ecën me kom tokë apo?" E pyesin pejgamberin alayhi salatu wasallam, do të thonë ja Rasulullah, çish mundet në ditë gjykimit pa besimtari, Allah i ka mjavu pa besimtarit me ecë me fytyrën për tokë. Kam të nalt fytyrën për tokë. Edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam ja kthejnë në mënyrë logjike. Thotë çish ka mujt Allahi me kriju njerin me ecë me kom për tokë, e krijon, do të thonë me fytyrë me ecë për tokë. Do të thonë ja përdora trajtën se çajsha ka kriju ty që tu ecë normal, çaj të krijon ty mos me ecë jo normal. Do të thonë nuk mundesh ti si tu fol për hoxhën. Hoxha mundet mos me dini mesele, i tu fol me dikant që ti t'ka kriju, edhe ai ti çish me të kriju për s'dyti. Për shtat disa hadithe, kur s'muni mi kuptu disa ajete, kuptoje se ka me realizu ai cili ta ka kriju dhe trunin tanë. Ti s'munesh me kuptu Kur'anin 100% asnjëherë. Gajbin kur s'munesh me kuptu. Vesh në ahiret kemi pa. Për këtë arsye do njerë, pse na detyru ne me besun të padukshme? Pse na detyru? Po mos me pas besun të padukshme, atëherë s'e shpikon, do të thonë me besimtar. Pse beson Allahun azza wa jall? Pse beson? A ki pa dhe njerë Allah një? Po se ki pas një, po që beson? Jo që beson, bile bindit ma dhe e kam. Bile këtë dënjosi dalë karshi që mi atë dëshmu që Allah i eksiston. Jo vetë që me beson. Dhe ne besojnë atë pa dukshëm. Për këtë arsye, disa hadithe, ju ka përgjish pejgamberi alayhi salatu wasallam me kësi trajte logjika. Ma disa, për shembull, disa mesele, ju ka përgjish. Për shembull, ma shpjego xheneti. Me quti me raj park me thonë qështu xheneti. Po me mujt veç me imaginu njëri xheneti, se çka xheneti ose xhenet. Thonë, xheneti është xhenet kur ti s'mundesh me parafitiru. Se me mujt me parafitiru ti, tash inteligencë artificiale, me mujt me ta kriju ti një xhenet, atëherë Allah azza wa jall, do të thonë, Allah azza wa jall nuk po mujt ka e bëu diçka më të mirë. Do ti automatikisht Allah t'ja kujton mundësitë. Çka dush me noti, cilin dush fantazinë, cilin dush film, ti s'mundesh me imagjinu xhenetin. Për këtë arsye nuk mundën më dhon disa trajta, po janë bë disa simbolika për xhenetin me kuptues se është çaq mirë që ti li me luftu me mishë me shpirt me fitu xhenetin Allahut azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, pse këtu e nxjerrën një mësim veç të vogël? Pse pa besimtarët kanë ecë me fytyrë për tokë? Do të thonë zhat fytyrën. Do të thonë kam të veta kanë më kon fytyra vet. Pse? Sa ato kursi kanë rrasë sejdë Allahut azza wa jall. Këtu mundna me nxjerrë mësim edhe për ato të cilët se falin pesë namaz. Do të thonë është problematik mesela që s'fal pesë namaz. Do të thonë ai cili s'fal pesë namaz, Allah ja Rabbi udhëzoft ndinjën e vet edhe ja mundsoft të falë pesë namaz. Do të thonë është mesela e lehtë mos me fal pesë namaz. Para mendo pa besimtari dënimin e parë, hala pa në xhenem, hala llogaria Allahut, ka merr në gjallë me shka, mos të falën atë dënimet e varrit që ka shijuar sene. Po dënimi i parë shka hajde pak me fytyrën tonë me hec për tokë, në çmim. Se Allah azza wa jall njerin e ka ndalu, për shembull as mu prek. Islami shumë ndalon, sikur të ne, për shembull, çuti ka dalë pi xhenetit, çtu jam kategorik kundër. Kategorik. Do të thonë, edhe me argumente fetare, zguxon as fëmijën me prek. Do thonë Islam vallahi kur folën e Islamit promovon paqe, ju duket në shana veç muhabet. Vallahi kur e merr le studion Islamin, e shet që mirësia, këtë buron Islam. Këtë mirësia e dunjajës që mund të mbledh, buron pi Islamit. Këtë paqja që buron, ajo respekti, ajo ndershmëria, ajo butësia, do të thonë ajo mirësia, këtë buron pi Islam. S'mundesh me gjet dikon më tepër paqe se në Islam. Për këtë arsye, para mendore, për këtë arsye Allah ja ka shëtru njerit fytyrën, për që ata ndalohet me të madhe me godit di kanë fytyrë. Me të madhe ndalohet. Zgudzon ti mi mshu dikuj fytyrë. Ndales ka të preme mi mshu dikuj të fytyrë. Allah azza wa jall ta ka lënë se dy gishta fytyrë ki. Nëse dikush ta mshon ti në fytyrë, automatikisht në çmon para njerëzve.
Thon kur e trajton Islami këtë çështje që e përmendëm si hadith. Vallahi habitesh, e kupton? Thu vallahi shumë pak njerëz mundën me kuptuar, do të thotë çto dinin Allahu ta zgjë. Kuptoje drejt, me çka të tyr kuptoje. Islami i Allahut kur s'promovon dhunë. Kur asnjëherë. Vetë mbrojtje normal, ama kur dhunë s'promovon. Kur nuk transmetohet që Islami ban sulm. Asnjëherë, nuk bojnë në sulm, ne promovojna çashtu që ka promovuar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Do të thotë çka ka promovuar pejgamberi alayhis salatu wasalam çdo me butësi. Sa hadithe kena tregu deri sot? 100 hadithe. 100 mos edhe 1000 hadithe kena tregu gjatë muajit Ramazanit për çka? Çuçi asil pejgamberi alayhis salatu wasalam sa but. Edhe kur e kanë rre, edhe kur e kanë çmu, edhe kur e kanë shoj, edhe kur e kanë përbuz, asil butësisht. Butësisht ta kam mësuar se butësia këtë punë të zgjidh. Butësia ne, dinas edhe drejtësia dot. A di s'mund të mohu. Ka raste kur dikush nuk ban fajtë butësia, 10 vjet s'ka butësi, vjen puna drejtësisë. Ama 95% rasteve ne promovojna automatikisht, do të thonë, butësinë me sjelljet tona. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam nuk i pëlqenin pyetjet për ngjarjet që ende s'kishin ndodhur. Për shembull, transmeton Sa'd ibn Sa'di se shkoi Uwaymiri, do të thonë tek Asimi, edhe i tha Asimit, o Asim, shkove te pejgamberin alayhis salam në emrin tim për një çështje. Që kjo mesele është për mos me vetë nesh, na herë di. Se dhe njerë ne dojna mi vetë do mesele halo pa ndodh. Shkon e vetë thot, nëse dikush e trahton grujen e vetë. Për shembull, nëse dikush, për shembull trahton gruja ty, falni. Nëse e trahton gruja burrit, thot edhe e Zoti më trahtu. Thot a kam drejt me vrar grujen, edhe me vrar veten. Pejgamberi alayhis salam nervozohet shumë kësaj pyetje. Nervozohet shumë se mos ban pyetje s'ka ndodh. Mos ban pyetje. Se nuk e toleron pejgamberi alayhis salam me thonë ti po shko vraje. Kur s'ka ndodhur pejgamberi alayhis salam me toleru dikan me bona izollum asnjëherë, pse këto janë vepra të këqija që mund të bëni besimtar. Pejgamberi alayhis salam heshti drejt sa u bë shumë herë pyetja, pastaj ne e marrna vesh në mësim, hadithi është shumë i gjatë. Do të thonë që ki transmetohet pisali me Sa'dit, ama ne marrna si mësim se mos pyet, do të thonë në situata se ti mos e parandjeni situatë, mos po trahton gruaja. Reverat se sa të trahton gruaja, ti mos u ban tradhtare, kupton? Mos u ban ti tradhtar, se mos i parandjeni sena që mundon për shembull nesër me nashta ti ndodh çka ku i parandjeni stane. Për këtë arsye mendo pozitivisht dhe krijon mendim të mirë. Pejgamberi alayhis salam shumë i nervozoi ke pikëtyve pyetjeve që i vinin, do të thonë pyetje që ndoshta ngjallnin edhe te pejgamberi alayhis salam antipati ka shati I cili vante pyetje. Do të thonë transmetojnë dietarët pse pejgamberi alayhis salam kërkan se ka urrejt ama në lloj antipati, di çeki non stop shkavet pyetje, do të thonë kot e kot. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam e urdhëronte pyetjen që të merrte mendimin më të sigurt. Për shembull, përmendet se Uqba ibn Harith u martu me bijën e Abu Ihab ibn Azizit. U martu Uqba me një vajzë. Edhe në moment mos u martu, vjen një gruaje edhe I thot, ty shi martu me këtë çik, thot pse? Thot, unë edhe ti edhe kësaj çikës I kam dhënën tamull prej xhinit. Edhe automatisht habitën. Në moment ja nisin me vetë se mi dhon me mu martue dy fëmijë që kanë pi te e njëjta nën tamull, ndalohet islamikisht mu martu ato dy fëmijë. Do të thonë ti s'mund të martue se I bie si shkon me motrën tane prej xhinit. Edhe në moment shkojnë e vesin, do të thonë familjen e vet, thot valla nuk e dina që ka dhënë ti tamull. Shkojnë e vetë edhe do të thonë familjen e vajzës, edhe familja e vajzës nuk na kujtohet neve që na ka dhënë tamull. Edhe marrin udhën me shku në Medinë dhe shkojnë te pejgamberi alayhis salam. Dhe mos e shkojnë te Resulullah alayhis salam, pejgamberi alayhis salam këshirën e Sheban zgjidhjen. Thot, si është, do të thonë çesh një herë për mja lecu gjendjen, edhe thot si është e mundur ti me kry marrëdhënie dhe martu me motrën tane që po thonë se motër e ki. Edhe shkam vendos Uqbe, vendos ta shkruarzoi. Pse e shkruarzoi? Se këtu kishte dyshim. Do të thonë pejgamberi alayhis salam shkoi ke saglat, do të thonë sakt, çtu ka argument po, çtu kena mbaj. Jo ti me dyshime. Kët punë të dunjos si ke me dyshime. Kët 50-50. Kur jos ke 100%, 50 tu, 50 aty, 50. Jo, 100% dikon. Në këtë rast ky hadith është që mu largu sa më shumë pi dyshimit, do të thonë, kur e ke dyshim mos e kryj atë. Mos e kryj se nesër ta njëjtën si rahat. Për shembull, disa e dëgjova një rast, a kanë të djeg dikujt baba, do të thonë, ju ka shpërndar kancerin nëpër trup, metastaz ka pat. Edhe I ka thonë dikush pi mjekëve I ka thonë, mos e ço baba në spital se veç pare kanë vetë marr. Ma tha një përgjigje që më ka met, do të thonë, më ka hyrë shumë interesant në mend. Tha këshire, unë e di tha se nashta se pështoj babën se metastazë ju ka shpërndar shumë, 3-4 ditë vdes baba. Tha, ama unë e kur s'mu me bëjt gjumë rahat, nësi se çoj deri në momentin e fundit. Te na për spitale se nesër thonë, po nashta, ai dyshimi, ai shejtani, po nashta ishte bëma mirë baba. Unë e di që 100% ka me di, ama nashta baba ishte bëma mirë nëse I kisha çune. Dhe unë
Dikush e mos i harxho parët, di se s'ka si ban fajde. Dënjerë më mirë harxhoj parët se mos t'jesh me dyshim, e kupton? Të flesh rahat në shpirtin tan. Thonë ma kalon mend që kjo shumë që e dhe në fund punën. E kupton? Domethënë kjo është si një ngjarje që mujna me marrën për kësaj. E Muhamedi alayhis salam i kena 2-3 pikat e fundit inshallah se zgjat na këtë pjesë. Muhamedi alayhis salam zgjedh opsionin më të lehtë nëse kjo ishte e mundur. Te ne muslimanët me rak më vështirësu. Për shembull, ditë sotit o xhallar, shpijes vetë ja ban salamati sistem, ja licon këtë meselet, kur vjen e puna xhamatit, ja shtrëngon. Për para dietarët, për sa kanë pa dietarët më herë, domethënë më herët kanë pa shumë bereqet. Se kur ishte puna për të shtëpia vet, ja shtrëngoj ke shumë, edhe me kruhin ja bëj ke haram. Domethënë edhe xhamatit kur vike e implementoj ke hadithin yesiru ala tuasiru. Lehtësoj ani edhe mos ja vështirësoni xhamatit. Sot te ne e kundërta. Ne xhamatit automatikisht ja shtrëngojnë haram. Lehtësoje. Ka mesele, 2-3 mendime, shko merre mendimin më të lehtë mja dhon xhamatit. Merre lehtësoja meselet. Ne merr ak me shku me shtrëngu këtë meselet. E shkon njëri te pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "Ja Rasulullah, thot unë e fera kurbanin para se ta mbaroja dhon ritualin me gjujt guralecat që janë në xhamarat." Thot çka të bëj, thot pejgamberi alayhis salam, thot gjuje dhe nuk ka dëm. Njëri tjetër shkon, thot e pyet pejgamberin alayhis salam: "Ja Rasulullah, e rujta kokën para se ta therja kurbanin." Thot çka të bëj, thot therë edhe nuk ka dëm. Ronja u lehtësojke, lehtësim, feja lehtësim nuk haran. Nuk haran se u paskon rran se shikon as musliman. Do thon lehtësimi i madh është feja. Lehtësim, elhamdulillah, Allahu azza wa jalla ka lehtësuar shumë. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam tha lehtësoni dhe mos vështirësoni. E Muhamedi alayhis salam e bënte pyetsin duke, do thon mundi rahat, duke e zbatuar përgjigjen mbi vete. Ç'kjo është interesant. Transmeton Aisha radhiyallahu anha, i dërguari Allahut alayhis salam veproi diçka dhe dha leje për të vepruar. Për shembull, pejgamberi alayhis salam e ka hong mishin e lopës, edhe e ka leju mu hong mishin e lopës, me marrën një shembull tisht. Disa njerëz janë, po pse e ka leju lopën, edi? Po çe lopa gjuna, edi? Po çe ne, edi, shkojnë bon jo vegetarian, po bon vegan. Do thonë mendojnë se Allah ka bë padrejti që ne lipni therr lopët e delet e sen. I hin temave trajtave, pse Allah, për shembull, nuk ka shpirt lopa, nuk dhimbet lopa ose delja. Dhe hin ato bon më të mëshirshëm se Allah. Ti ke vetëm më mëshirshëm se Allah. Rrema se ti si mëshirshëm për fëmijën tane, po do më bë më mëshirshëm për kafshët. Rrema mos e demasko vetën. E për këtë arsye, do thonë shkon detajzohen. Edhe njëri për shembull për një meselë anis me pyet pejgamberin alayhis salam më tepër, dhe Rasulullah alayhis salam thot: "Shka është me disa njerëz, se s'ka kemë emra, kena treguar se nuk ka shku me emra pejgamberi alayhis salam. Shka me disa njerëz që nuk ndjen rahat kur unë vetë e praktikoj. A hamishin e logos, hajeti. A hamishin e delës, hajeti. Për shembull, ai pi disa lancë që janë halal, jashtë alkoolit, pi edhe ti, halal i ki. Mosin detaje. Po pse kjo u leju, pse kjo s'u leju? Jo, nuk i ka pejgamberi alayhis salam. E këtu e kena. A ka vepruar diçka Muhamedi alayhis salam? Edhe ka leju diçka, e leju mos për ummetin. Jashtë nëse është specifik për pejgamberin alayhis salam. Nëse ka bënë një normale, për çdo njëri prej neve është normale. Muhamedi alayhis salam dhe kjo është e fundit, i përgjigjej pyetjeve edhe jo të muslimanëve. Për shembull, transmeton Thaubani se erdhi një rabin te pejgamberi alayhis salam. Rabin është ai hoxha i çifutëve, do thonë me përkthy kështu më ndryshe. Ai mësuesi fetari çifutëve. Ai shkoi me pyet pejgamberin alayhis salam edhe e pyeti me disa pyetje, edhe pejgamberi alayhis salam ju përgjigj, dhe këtu ne e kena një mësim që ne duhet mi dhon çdo kujt përgjigje nëse kena me dhon përgjigje. Ama nëse nuk dina me dhon përgjigje, thonë valla nuk di. Edhe nuk është marrë me thonë nuk di, edhe për këtë arsye ne do të mendu çdo njëri prej neve që kur t'japna përgjigje, të jena të kujdesshëm për gjërat e tona, edhe e lutna Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na mundsojë çdo njëri prej neve që me dhon përgjigje të hajrit çdo herë, edhe unë për fund, Allah të nderoft. Unë për fund tham, me këtë e përfundojna, do të thonë, serinë e ligjëratave, duke lutur Allahun azza wa jall që inshallah kena përfituar prej këtyre ligjëratave. Nëse dikun kam gabu ka qenë prej meje dhe prej shejtanit, nëse dikun ja kena çellu ka qenë prej Allahut azza wa jall, andaj unë kërkoj halallin çdo njëri prej juve dhe Allahu azza wa jall qoftë, do të thonë, razi me juve që nuk ka dert. Allahu azza wa jall qoftë me juve razi që keni prezantuar ligjërata, inshallah Allahu azza wa jall na e bën që do të thonë të jena bashkërisht edhe në shumë ligjërata tjera. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.